Në Sarand, njerëzit që shkojnë për të punuar në turizëm, ikin në fund të sezonit me 30-40 euro në xhep. Në Sarand, 30.000-40.000 euro në xhep. Hajde Rama, hajde. Po tani që po mendojmë, po këtë drejt, 30-40.000 euro i marrin, po i marrin ata që firmosin tendera, ata që firmosin PPP, i marrin ata drejtorët e policive bashkiake, i marrin drejtorët e Inukut, i marrin drejtorët e AKU-ve, i marrin inspektorët dhe taksidarët e ndryshëm që ende në plazhe apo në restorante apo në hotele në sezone turistike. Këta po që i marrin 30-40.000 euro në fund sezonit. A e dini ju se sa paguhet një kamarier? A e dini ju se sa paguhet një kuzhinier? A e dini ju se sa paguhet një recepcioniste apo një sanitare në një hotel? A e dini ju se çfarë duhet të heqi një sipërmarrës për të mbajtur në këmbë një njësi hoteleri apo restorant deri në fund të sezonit? A e dini ju që sezoni turistik ka fluks vetëm 30 ditë kalendarike? 30 ditë kalendarike. Aq ka fluks një sezon turistik? A keni paguar ju ndonjëherë në një faturë restoranti? A keni dhënë ndonjëherë bakshish në një kamarieri? Këto janë pyetje që do t'ja bësh një herë vetes. Sa për info, paga e një kamarieri është 1.000 euro në muaj. Një sanitare apo një recepcioniste diçka më pak, diçka më shumë. Një kuzhinier mund të marrë 2.500 maksimumi deri në 3.000 euro, por sezoni turistik është vetëm një muaj dhe ata e fillojnë në maj deri në shtator. Por sikur s'më dalin në llogari 30-40.000 euro që po thua ti. Hajde Rama, hajde. Leri këto pralla, mos na i tregoni më. Shqiptar, keni kohë të mendoni këtë do votoni deri në zgjedhje, po ju sugjeroj votoni numrin 6. Koalicioni të rinjve, nisma Shqipëria bëhet. Numri 6. Hajde tung.